vendi jonë në mendimin tim nuk e ka këtë luks, pa çka se çfarë flitet dhe ajo ideja që qoftë zoti Rama, qoftë zoti Berisha duan të ratojnë një pjesë të militantëve më të afërt, edhe këtë nuk e besoj. Të mjafton mënyra se si flet zoti Rama në asamblenë e Partisë Socialiste dhe sidomos në aktivitetet që kemi parë, ashtu si zoti Berisha tani që po lufton brenda partisë së vete për të mbajtur primatin, dhe besoj që kjo është akoma e hershme në mendimin tim. Ndalim pak të opozita, pikërisht se më dole fiks tek pyetja radhës që kisha, tek betejë që po bën Berisha për të mbajtur primatin. Si shikoni deklaratat e Berishës, akuzon Saljanin, shkon në Shkodër, thot mos shkoni se ai organizon Benet Beci. Dje ishte çuar mesazhi organizon Pjeri Ndreu. Pra, gjendet le të themi diçka. Shikoni, zoti Berisha ka një luks të madh, nëse keni parë. Zoti Berisha mban primatin e Partisë Demokratike dhe me çka kemi parë edhe individët e tjerë që janë brenda Partisë Demokratike, kur afrohet momenti për të vendosur në mënyrë demokratike, thonë që zoti Berisha e meriton dhe pastaj mbas vendosjes së emrit zoti Berisha flasin për gjërat e tjera. Në rastin e zotit Saliani dhe të tjerët, po ta keni parë me kujdes, nuk është ai pathosi i njerëzve që ishin rreth tij. Dhe në qoftë se keni vëritur një element interesant, qoftë zoti Saliani, qoftë këto partitë e vogla identifikohen vetëm me njerëzit me kryetarët e tyre. Ndërkohë që nga kjo lëvizje për ta reformuar Partinë Demokratike, që është e nevojshme mbas atyre humbjeve, grupi zotit Saliani duhet kishte përfaqësim shumë më të madh. Duhet kishim zotin Ali Mehmeti, që të ishte për krahati dhe mbas se disa foltore të artikulonte ai dhe njerëz të tjerë. Keni parë me kujdes që del vetëm zoti Saliani dhe ndërkohë zoti Berisha i duhet për të ruajtur këtë narracion, për të thënë që Partia Demokratike po dëmtohet nëpërmjet zotit Saliani dhe të tjerë. Zoti Berisha e di më mirë se sa ne që të tilla lëvizje i bëjnë mirë e shkundin partinë, po nga ana tjetër di mirë dhe atë që ne të dy nuk e dim dot, që askush nuk e merr partinë zotit Berisha. Dhe në këtë sens, ai po zgjat jashtëzakonisht mirë atë ekzistencën e vet politike, e cila në mendimin tim ka për t'ju ndihmuar edhe nga këto lëvizje të zotit Rama. Në mos sot nesër, ma besoni zoti Berisha do mundohet që ta gjej nëpërmjet kanaleve që janë poshtë për ta gjetur lidhjen me zotin Rama, sepse i duhen patericat e njëri tjetrit për të ekzistuar. Ndërkohë që kemi parë është ai problemi ke Partia Socialiste që zoti Rama po e varfëron jashtëzakonisht shumë në aspektin ideor Partinë Socialiste. Domethënë nuk ekzistojnë më baza, nuk ekzistojnë më, të themi, strukturat partijake që ata e kishin në çdo vend. Dhe këtë e kanë zëvendësuar me patronazhistët. Kurse opozita është gjithçka që bëhet nga qendra dhe me bazë që është gjithmonë më larg dhe pa identifikuar me qendrën dhe nuk kanë faj sepse nuk din kujt t'i drejtohen tani. Prandaj bën foltore zoti Berisha gjen njerëz plot me kapacitetet që zgjedhin. Bën zoti Saliani mblidhen sërish. Po mendoj jemi në një moment politik për vendin tonë që është nga momentet më të vështira. E para sepse nuk ka shpresë, po e dyta opozita nuk ka, në mendimin tim, akoma vizionin se si mund të tregoj që ata janë përfaqësuesit e ndryshimit. Po ta keni parë qoftë narracioni, qoftë diskursit tyre, qoftë përplasjet që bëjnë, të kujtojnë nga 8 janari dhe përplasjet më përpara. Po, për shembull, ju i keni ndjekur foltorët e zotit Saliani. Ai kërkon pikërisht këtë, shkundjen, zbritjen në bazë. Kuptoj, po shkundjen nuk mund ta bëjë një njeri. Shkundja bëhet strukturore. Prandaj u thash pak më përpara, po të kishit kujdes, që zoti Saliani duhet ishte edhe me njerëz të tjerë. Sepse kur shkon në Durrës, duhet kesh dhe grupin e partisë dhe gjithë strukturat e partisë Durrësit, qarkut Durrës. Pa shumë në Lezhë, pa shumë në Shkodër, pa shumë në çdo vend.
vetëm kështu ti shikon ndryshimin. Dhe për shembull, e zëm se zoti Saliani mund të artikulojë nga ana politike, po është dikush tjetër që mund të artikulojë në mënyrë tjetër për mënyrën se si Partia Demokratike mbas kësaj lëvizje do arrijë që të mbaj pushtetin ose do arrijë të krijojë një pushtet. Nuk e shikoj këtë. Dhe po ta shikoni me kujdes, sepse u bëni shumë intervista tani, nuk ka më njerëz që identifikohen ke grupi Saliani. Domethënë njerëzit që në fillim ne pam që mundoheshim që t'i vendosnim në panele individ të cilët artikulonin dhe të tjerë. Me çka kanë parë, gjithë kanë filluar të tërhiqen në mënyrë elegante.